Kjo hënë shënon 7 mars, një ditë ku vlerësohet figura e mësuesit dhe lartësohet lartë më lartë, por ka dhe një anë të errët të saj. Shkolla Toplanës në qarkun e Shkodrës, në jesin administrative të Komanit në bashkinë Vaudejës. Dora e shtetit nuk është parë prej më shumë se 20 vitesh në këtë zonë. Një zonë tejet e braktisur, edhe në fushën e arsimit. Një shkollë ndodhet në qendër të fshatit, një shkollë që vetëm emrin e ka të tillë, një ndërtesë një katëshe me një çati për eterniti, e cila ndalohet me ligj, sepse është përbërë nga substancat ndaluara dhe në dëm të banorëve të saj. Mësuesi i kësaj shkolle flet për vështirësitë me të cilat përballen nxënësit dhe mësuesit në këtë zonë. Shkolla në liçore të Blan ka 21 nxënës. Ata janë shpërndar, 11 nxënës janë në ciklin e ulë, është një mësues me 5 klasa kolektive, edhe 10 nxënës janë në ciklin e lartë, jam unë mësues me 4 klasa kolektive. Me thonë drejtën, nejna me banim në Bardhaj. Edhe vim këtu, vim diellën, me hap shkollën të hanën 8 sati si hapet ndan Shqipni, një kohë kur nuk mund e arrijmë me unis të hanën nadje për Shkodër. Probleme me transportin këna, i paguajmë vetë të naparët e transportit, si në fuguna për me dalë në komand, edhe me anije. Ne paguajmë vështirësinë, unë për veti, paguhna afërsisht 330.000 lekë marë, edhe rri 4 javë ka 50 javë. Okay. Mund t'jene vetë me a shkollë në Republikë Shqipërisë, që në cikët lartë, është një mësues si u banë pak të në cikët lartë, edhe në të ultin për në cikët lartë. Se i shofun në për zonë, në për lokazinë, në për zonë tjera. Kjo është panorama që do ofrohet në kushtet e mjesjetës, ndërkohë që është luks të pretendosh për digitalizimin e arsimit, apo dhe për të tjera projekte që sot këtyre fëmijëve që marrin dije në këtë zonë i privohen.